Kjo është e pa precedent. Është shkelje kushtetuese, shkelje rregullores. Veç për au kujtoj, zdravo mimoza, zdravo mimoza. Da, qojnë të. Shihemi me 3 maj në orën 10. Çka ndodhi sot në seancën e Kuvendit të Kosovës? Rutina në seancën e sotme ka ndryshu pasi që vetë vendosin me kryesuesin e saj. Deputetin Avni Dehari ka vendosur votimin për kryetaren e re të Kuvendit me e bo në mënyrë të msheft. Pasi që ndryshimi i formatit të votimit, pra prej asaj të hapur, transparente për gjithë publikën, me kaluar në msheft, nuk ka ndodhur më herët, opozita ka kundërshtuar fuqishëm edhe dështoi prap votimin në mënyrë të msheft. Kjo është e pa precedent, nuk ka ndodhur. Sikur të kishit vendosur në fillim, ndoshta do të ishte e pranueshme. Është arbitrare, është shkelje kushtetuese, shkelje rregullores, ndryshimi i mënyrës së votimit në proces, siç u tha edhe më herët, nuk ka ndodhur asnjëherë dhe ne nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Aleanca ka dhënë alternativa dhe ju si keni pranuar ato alternativa, andaj s'do të bëjmë pjesë e cirkut juve. Sa për bujqësqeshjet e juve, veç për au kujtoj, zdravo mimoza. Në votim kanë marrë pjesë kanë dhënë votën 55 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka. Atëherë detyrohemi që ta ndërpresim seancën, shihemi me 3 maj në orën 10. Shumica e deputetëve të lëvizjes vetëvendose kanë vendosur me ndalë nga një hyrje tjetër e Kuvendit, larg gazetarëve dhe larg pyetjeve të tyre për seancën e sotme. Ndërsa kemi arrit me marrë në prononcim deputetin e vetëvendosës Artan Abrashi, i cili sërish ka pretenduar që nëse votimi është bërë në mënyrë të fshehtë, ata i kishin pas votat për zgjedhjen e kryetares së Kuvendit. Çdo njeri racional, normal, përfshirë dhe deputet është kundër kësaj situate që është shkaktuar këtu, por nga frika e në një veprimi hakmarrës nga partia detyrohet me u bë i A jeni edhe ju kundër për me u kandidu 7 herë Albulena Haxhiu dhe mos më zgjedhë? Albulena Haxhiu është propozim i lëvizjes vetëvendosje, propozim që na takon me të drejtë, me kushtetutë, edhe na vazhdojmë me përkrah propozimin e saj pa asnjë pikë diskutimi. Zoti Abrashi, nëse i keni votat e hapura, atëherë pse me kalu në votim të mbyllur kur nuk ka pas asnjëherë një praktikë të mëhershme që u votu kryetari i parlamentit me votat të mshefta ose me u ndru, domethënë, formati i votimit. Praktikën e përcakton vendimi i gjykatës kushtetuese. Pra është një formë alternative që është parapo, pra lutem, jemi në kuadër të ligjit këtu. Në fakt nuk e ndalon kushtetuta, as nuk e përcakton votimin e msheft, por nuk ka pas praktikë që është ndru formati i votimit. Kjo situatë duhet lexohet kështu, që lëvizja vetëvendosje është duke bërë gjitha përpjekjet për me dalë nga kjo situatë, kurse në anën tjetër partitë opozitare janë të bëjë çdo përpjekje për me majtë bllokuar situatën. Kaq e thjeshtë është. Nëse opozita po thotë që veç me ndrua emrin, domethënë na kemi vota edhe për dikë tjetër për lëvizjes vetëvendosje. A e keni diskutuar me dikë? Nuk qëndron sepse këta votuan kundër ende pa dëgjuar propozimin ton kësaj radhe. Zja keni vërejt. Mos harrojmë njësit e çështjeve juridike kanë deklaruar publikisht se kjo praktikë nuk është ndjekur më herët, pra që votimi për kryetaren e Kuvendit të fillojë publik dhe transparent e pastaj të kthehet në mënyrë të fshehtë. Ata e kanë cilësuar këtë vendim të vetëvendosjes si arbitrar dhe të kundërligjshëm.